Si thotë ajo shpreha e urtë popullore, jetë gjati nuk bëhet kur jetë shkurtër. Dhe ja ku e keni shembullin konkret, po i shohim për ditë to, po ja ku e keni shembullin konkret. Nga fatkeqësia ajrore, pra që ndodhi në Indi, avioni që sa u ngrit ra në një zonë të banuar, do duhet të udhëtonte edhe kjo grua indiane, e cila jeton prej vitesh në Londër dhe ishte kthyer në Indi për të parë vendlinjen e saj pas 2 vitesh. Mi po kishte prerë biletën te ky avion, i cili udhëzua me 244 pasagjerë në bord. Por çfarë ndodhi? Urdhë. Vajti 10 minuta me vonesë. 10 minuta me vonesë duke humbur avionin i cili udhëzua. Pra me pak fjalë, fati, Zoti i dha një jetë të dytë, i tha vazhdo jeto jetën. Pra nga një herë se vonesat neve na shqetësojnë, na nervozojnë etj, bëhemi shumë keq kur vonohemi, po nga një herë jo çdo e keqe ndodh për keq. Ka të këqija që ndodhin edhe për mirë, siç është kjo vonesa. Pra, si përfundim, jetë gjati nuk bëhet jetë shkurtër. Del diçka që ti t'jetosh.